Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zgjedhur rrjetin e tij social për t'i drejtuar një apel kreut të socialistëve në lidhje me deklaratat e tij të fundit për politikën e jashtme. Sipas Bashës, nevojitet një racionalitet e vazhdimsi, pasi jetja për të dukur, shkruan ai, është në dëm të vendit. Vendosja publike një rendi të rëndësisë strategjike midis fqinjëve është çoroditëse për perceptimin ndërkombëtar të vendit. Kujdes, politika jashtme dhe institucionet e sigurisë kombëtare nuk janë në vendet demokratike, instrumente të propagandës dhe kapitalit politik. Politika jashtme dhe integrimi europian i Shqipërisë duhet të udhëhiqen nga racionaliteti, maturia dhe vazhdimësia. Trajtimet emocionale, amatorizmi dhe etja për të dukur janë të dëmshme për interesat e vendit. Reagimi i kryetarit të demokratëve vjen pas takimeve të fundit të kryesocialistit të ardhshëm Edi Rama në Turqi, Greqi dhe Itali. Pas këtyre takimeve, Rama deklaroi se do të ketë një epokë të re të marrëdhënies së Shqipërisë me këto tre vende, që Rama i ka quajtur si partner strategjik të vendit.